E kemi një armik I cili na kujdestaron vazhdimisht për të na shkaktuar dëme, për të na shkaktuar probleme, për të na shkaktuar pengesa, për të mos leju që ne të zhvillohemi si shoqëri, si shtet në mënyrë të natyrshme. Prandaj armiku jon në vazhdimsi na kujdestaron dhe për kujdeset që të na ballafaqon me lloj-lloj pengesa që ne të mos kemi zhvillim të natyrshëm. Një prej atyre pengesave që janë shumë të dëmshme e që I shkaktojmë dëm vendit, shoqërisë, shtetit, është kur dikush prej qytetarëve tonë me vedije apo pa vedije mund të bëhet edhe bashkëpunëtor I armikut waliyadhu billah. Allahu na ruajt, kjo është shumë e rëndë, kjo është shumë e sanksionuar nga aspekti fetar, bashkëpunimi me armikun, qoftë direkt, qoftë indirekt, për ta dëmtuar shtetin, për të dëmtuar bashkëqytetarët, është vepër shumë e rëndë dhe gjykohet në mënyrë shumë të ashpër. Prandaj autori këtu e ka sjell ajetin e parë të kaptinës El Mumtahina, ku Allahu te baraka wa taala në mënyrë të qartë dhe të prerë kërkon nga gjithë ne që në asnjë rrethon nuk duhet të kemi bashkëpunim dhe ta ndihmojmë armikun. Ai I cili është armiku jon në asnjë rrethon nuk guxojmë që të bëhemi pjesë e bashkëpunimit që ta dëmtojmë vendin ton, ta dëmtojmë shtetin ton, ta dëmtojmë e shoqërinë ton në asnjë rrethon. Nëse kjo ndodh, atëherë kjo është një vepër shumë e urrëtur dhe shumë e rëndë tek Allahu te baraka wa taala. E kemi obligim që të kujdesemi për sigurinë e përgjithshme, sikurse që kemi obligim të ruajmë dhe të kujdesemi për paqen. Do të thotë paqja dhe siguria janë dy elemente shumë më rëndësi, kisha dashur me thonë ndryshe janë dy emanete që ne kemi obligim si qytetarë të vendi edhe për paqen, por edhe për sigurinë, t'i kuptojmë si emanete dhe të kujdesemi për këto dy emanete dhe nuk duhet të lejojmë që askush guxon me të cenu qoftë paqen, por qoftë edhe sigurinë e përgjithshme.